Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tim. Sot do t'ju tregoj një histori true crime, dhe si çdo histori tjetër që do të gjeni në këtë kanal, është e bazuar në fakte reale. Bashkë do të zbulojmë mistere dhe ngjarje që shpesh mbeten të panjohura. Nëse dhe ju jeni të pasionuar pas këtij lloji historish, më ndiqni dhe aktivizoni kampanën për mos të humbur asnjë video. Ka histori që flasin për dashurinë, të tjera për dhimbjen, por ajo që do të dëgjoni sot është historia e një babai që për 30 vite luftoi kundër një sistemi që duke i verbur ndaj së vërtetës, një luftë që do ta ndryshonte përgjithmonë. Kjo është historia e Andre Bambeskit, një burr që në momentin më tragjik të jetës së tij nuk pranoi të dorëzohej. Ai luftoi pa u ndalur, kërkoi të vërtetën, drejtësinë dhe të vetmen gjë që kishte mbetur, të di çfarë kishte ndodhur vërtet. Po rruga drejt të vërtetës ishte e gjatë, e dhimbshme dhe plot pengesa. Sot do t'ju tregoj historinë e tij të jashtëzakonshme. Qu'est-ce que tu fais comme mon père? Qu'est-ce que tu es capable de faire quand ton enfant? Jemi në Poloni, në vitin 1938, ku në një familje të varfër lindi një djalë me emrin Andre Bambeski. Andre ishte një fëmijë i shëndetshëm dhe i fortë, por jetonte në një periudhë të errët. Polonia ishte në pushtimin nazist, një kohë e mbushur me dhunë dhe terror. Kushdo që kishte mundësi, përpiqej të arratiste jashtë vendit, në kërkim të një të ardhmëje më të sigurt. Edhe familja Bambeski mori të njëjtën vendim dhe emigroi në Francë, duke shpresuar për një jetë më të qetë dhe të sigurt. Në Francë Andre u rrit dhe përfundoi studimet e tij. Sapo mbaroi shkollën, gjeti punë si kontabilist në një kompani të madhe me fabrika të shpërndara në të gjithë botën. Në të njëjtën periudhë u dashrua dhe më pas u martua me një grua franceze të quajtur Danielle Ganin. Karriera e tij po shkonte mjaft mirë, ajsa kompania e tij vendosi ta promovonte duke i ofruar një mundësi të rëndësishme, të transferohej në Marok, në Afrikën e Veriut, për të drejtuar një fabrikë me më shumë se 1000 punëtor. Andre pranoi ofertën dhe u shpërngul menjëherë në Marok së bashku me bashkëshorten. Aty gjetën një shtëpi të bukur në një lagje të pasur dhe ishte pikërisht në këtë vend të ri ku erdhën në jetë dy fëmijët e tyre, Kalinka dhe Nikolas. Jeta e Bambeskit duke e përkryer, një punë prestigjioze, një familje lumtur dhe një shtëpi të rehatshme, gjithçka dukej se po shkonte më së miri. Këtu ata njohin Dieter Krombach, një mjek gjerman i cili pas vdekjes së bashkëshortes nga një sëmundje, po rriste vetëm dy fëmijët e tij, të cilët ndiqnin të njëjtën shkollë me fëmijët e Bambeskit. Për këtë arsye mund të thuhet se u bën miq, pasi jetonin në të njëjtën rrugë. Megjithatë Bambeski nuk kishte asnjë simpati për të, jo vetëm sepse ishte gjerman, por edhe sepse kishte qenë nazist, dhe kjo i risillte në mendje kujtime të dhimbshme nga fëmijëria e tij. Në vitin 1974 Bambeski u rikthye në Francë, por vetëm një vit më vonë, në vitin 1975, familja e tij perfekte filloi të shembet. Gjithçka filloi kur bashkëshortja e tij Danielle gjeti një punë në Nicë, një qytet 560 km larg shtëpisë, rreth 5 orë gjysmë me makinë. Për Bambeskin kjo ide dukej absurde, pse të pranonte një punë kaq larg, por Daniel këmbgulte me vendosmëri, duke thënë se dëshironte atë punë me çdo kusht. Plani i saj ishte të merrte me qira një apartament në Nicë, ku do të jetonte nga hena në të premte, ndërsa në fundjavë do të kthehej në shtëpi. Bambeski ishte dyshues, i dukej e çuditshme që gruaja e tij ishte kaq e vendosur, por më shumë se kaq, e shqetësonte fakti që ajo nuk donte t'i tregonte emrin e agjencisë për të cilën do të punonte. Kështu, një mëngjes të së hënës, vendosi ta ndiqte fshehurazi, por ajo që zbuloi ishte tronditëse. Daniel nuk po shkonte në Nicë, siç kishte pretenduar, por në Toulouse, në Bavari. Mbërritur në destinacion, ai e pa atë të hynte në një ndërtesë dhe vendosi ta ndiqte. Pyeti portierin nëse e njihte atë grua, dhe ai pa hezitim ju përgjigj: "Po, është zonja Krombach." Gruaja e tij pra kishte një lidhje jashtëmartësore. Në atë moment Bambeski nuk kishte më asnjë dyshim. Martesa e tyre kishte marrë fund. Divorci u finalizua shpejt dhe Daniel u shpërngul menjëherë për të jetuar me Dieter Krombach. 2 vite më vonë, ata u martuan. Fëmijët mbetën me Bambeski në Francë, por në korrik të vitit 1980, Bambeski vendosi të kthehej me fëmijët në Marok. Ai këmbgulte se zhvendosja në Afrikë ishte brenda të drejtave të tij ligjore, por ky veprim do të kishte pasoja të dhimbshme dhe fatale. Disa ditë pas largimit nga Franca, Daniel ngriti një padi kundër tij në një gjykatë në Toulouse, duke kërkuar kujdestarinë e fëmijëve. Avokati këshilloi Bambeskin të mos e kundërshtonte kërkesën, duke i thënë se do ta humbiste çështjen dhe se rrezikonte të mos i shihte më fëmijët e tij. I dorëzuar përballë situatës, ai vendosi të qëndronte në Francë, por pavarësisht kësaj, kujdestaria ju dha nënës. Bambeski pranoi të shihte fëmijët e tij vetëm gjatë pushimeve.
Është shumë e rëndësishme të kujtojmë se jemi në vitet 70, ku ligjet ishin ndryshe. Në shumicën e rasteve, nëna merrte automatikisht kujdestarinë e fëmijëve dhe nuk kishte shumë mbrojtje ligjore për baban, pavarësisht nëse fajin për ndarjen e kishte burri apo gruaja. Vajza e Bambeskit, Kalinka, e vuante shumë këtë ndarje dhe ndjente thellësisht mungesën e të atit, me të cilin ishte shumë e lidhur. Dhe ja ku jemi, brenda 2 vitesh, e gjithë jeta e Bambeskit u përmbys. Nga të pasurit një familje të bashkuar, ai mbeti vetëm, pas një faj dhe pa mundësinë për të parë fëmijët e tij. Ai në Francë dhe ata në Gjermani. Fëmijët e tij jetonin me nënën dhe me partnerin e saj, pra Madjeter Krombaç. Dhe është pikërisht këtu, në Gjermani, që me 9 korrik 1982, Kalinka, vajza e Bambeskit, e kalon ditën duke bërë windsurf në liçenin pranë shtëpisë. Kthehet në shtëpi rreth orës 5 pasdite dhe ndërsa flet me Krombaç, ajo vetë vëren se pavarësisht se kishte qenë gjithë ditën në diell, nuk ishte nxirr. Krombaç, i cili le të mos harrojmë ishte mjek, i propozon një injeksion me hekur dhe kobalt, substanca që ndihmojnë me prodhimin e melaninës, duke thënë se kështu të nesërmen do të kishte një nxjerrje më të dukshme. Kalinka pranon, por pas pak orësh Kalinka nuk ndihet mirë. Ajo ndihet shumë e lodhur dhe ka të vjella, ndaj vendos të shkojë për të fjetur herët. Të nesërmen Krombaç shkon për ta zgjuar, por ajo nuk përgjigjet. Afrohet për ta lëkundur, por sërish nuk ka asnjë reagim. Në atë moment i tmerruar fillon të kryejë manovrat e reanimacionit. I bën një injeksion direkt në zemër me një stimulues të sistemit nervor qendror dhe më pas edhe 2 injeksione të tjera stimuluesi për ta ringjallur. Por gjithçka ishte e kotë. Vajza kishte vdekur. Në orën 10:30 të atij mëngjesi të tmerrshëm, Bambeski merr telefonatën që asnjë prim nuk donte ta merrte kurrë. Telefonata erdhi nga ish bashkëshortja e tij, Daniel. Me një zë të thyer ajo i tha se vajza e tyre vetme, Kalinka, vetëm 14 vjeçe, kishte vdekur. Bambeski mbeti i ngrirë. Ato fjalë nuk ishin kuptim. Kalinka ishte një vajzë plot jetë, e shëndetshme, energjike. Ajo adhuronte sportin, bënte ski, surf, patinazh në akull. Kalinka ishte një vajzë jashtëzakonisht e bukur, me sy blu të ndriçëm, flok bjond dhe një buzëqeshje rrezatuese. Si ishte mundur, si mund të kishte vdekur papritur? Jeta e tij u përmbys në një çast. Vajza e tij, arsyeja më e madhe e lumturisë dhe gëzimit, nuk ishte më, dhe ai nuk mund ta pranonte këtë realitet. Pa humbur kohë, u nis më një herë për në Gjermani së bashku me djalin e tij Nikolas. Pasi qëndroi atje për pak kohë, u kthye në Francë për të organizuar varrimin. Ndërkohë, po kryeshin të gjitha procedurat dhe dokumentacioni i nevojshëm për të transportuar trupin e Kalinkës nga Gjermania në Francë. Para varrimit të Kalinkës dhe para se trupi i saj të transferohej nga Gjermania në Francë, u krye autopsia, saktësisht 2 ditë pas vdekjes së saj. Megjithëse autopsia u krye vetëm 2 ditë pas vdekjes së Kalinkës, rezultatet e saj mbërritën 3 muaj më vonë. Kur Bambeski lexoi 16 faqet e raportit, u trondit thellë. Ajo që zbuloi ishte e tmerrshme. Në raportin thuhej se Kalinka kishte vdekur rreth orës 3 të mëngjesit. Në organet gjinitale të vajzës u gjet një prirje rreth 1 centimetër, gjurmë lëngjesh dhe gjak, të cilat nuk ishin analizuar asnjëherë. Akoma më e tmerrshme ishte se nuk ishte verifikuar nëse Kalinka kishte pasur një raport intim ose jo. Një tjetër detaj shqetësues ishte prania e gjurmëve të ushqimit në mushkëritë e saj, çka tregonte se ajo mund të ishte mbytur nga të vjellat. Por kur trupi i saj u gjet, çarçafët ishin të pastër. Në raport përmendeshin edhe 3 injeksione që Krombaç kishte administruar gjatë përpjekjeve për reanimacion. Një tjetër detaj ishte prania e Dieter Krombaç gjatë autopsisë. Kjo ishte palishme dhe ishte një shkelje e hapur e rregullave, gjë që ngrinte edhe më shumë dyshime mbi të. Megjithatë, një hetim i kryer nga farmakologu gjerman Peter Schönhofer arriti në një zbulim shqetësues. Kalinka mund të kishte vdekur si pasojë e injeksionit me hekur dhe kobalt që Krombaç i kishte administruar mbrëmjen para se ajo të ndërronte jetë. Në deklaratën e tij, farmakologu gjerman theksoi, administrimi intravenoz i hekurit rekomandohet vetëm në rastet e anemisë së konfirmuar përmes analizave laboratorike dhe vetëm nëse pacienti nuk mund ta tolerojë administrimin oral. Kjo nuk është as pak e aplikueshme në këtë rast. Ky preparat nuk ka ndihmuar kurrë askënd për të nxjerrë nga dielli, prandaj mund të konkludohet se Krombaç nuk ka ndjekur asnjë protokoll mjekësor, duke kryer një rast të qartë të neglizhencës mjekësore. Shton gjithashtu se ky është një medikament i rrezikshëm dhe duhet të administrohet vetëm në kujdes të rrjept mjekësor. Efektet anësore të tij mund të jenë të menjëhershme dhe të rënda, përfshi rënje të papritur të tensionit të gjakut, çrregullime të ritmit të zemrës dhe vështirësi në frymëmarrje. Për Andre Bambeskin nuk ishte asnjë dyshim, ai e dinte çfarë kishte ndodhur me vajzën e tij. Bashkëshorti i gruas së tij, Dr. Krombaç, e kishte dhunuar dhe kishte vrarë Kalinkën. Për të, kjo ishte një e vërtetë e pamohueshme.
Pavarësisht të gjitha çuditërave dhe pikpyetjeve që ngriheshin nga raporti i autopsisë, me 17 gusht, prokuroria gjermane vendosi të mbyllte çështjen. Arsyeja e këtij vendimi ishte se sipas autoriteteve nuk kishte prova të mjaftueshme për të përcaktuar një shkak të qartë të vdekjes ose për të ngritur akuza kundër ndonjë personi. Ata argumentuan se me që rezultatet e autopsisë ishin të pasakta dhe përfundimet mjekësore nuk ishin përfundimtare, nuk mund të provojnë në mënyrë të qartë nëse Kalinka kishte vdekur për shkak të një aksidenti, një gabim mjekësor ose një ndërhyrje të qëllimshme. Për Andrej Bambeskin, kjo ishte një goditje e rëndë, jo vetëm që kishte humbur vajzën e tij në rrethana misterioze, por tani duhet të përballej me një sistem që nuk donte të kërkonte të vërtetën. Po atë ditë, Andrej Bambeski shkoi te vari i Kalinkës. Qëndroi në këmbë para tij, me zemrën e coptuar, sytë e mbushur me lot dhe zërin e dridhur nga dhimbja. Ul pranë varit, prej kugurin e ftohtë, dhe me një zë të thyer i bëri një premtim vajzës së tij. Të premtoj që do të kesh drejtësi. Nuk ka rëndësi sa kohë do të duhet, nuk ka rëndësi çfarë çmimi do të paguaj, do ta bëj për ty. Bambeski u gjen shpejt i vetëm në luftën për të vërtetën, ndërsa ai përpiqej dëshpërimisht të gjente drejtësi për Kalinkën. Gruaja që duhet të ishte krah tij, duke më interesuar për të mbrojtur bashkëshorten e saj, sesa për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur realisht me vajzën e tyre. Në vend që të kërkonte përgjigje, Daniel zgjodhi të besonte verbërisht Krombaç, refuzoi të shihte faktet, shmangu çdo dyshim dhe në vend që të ndihmonte Bambeski në kërkimin e së vërtetës, u përpoq me çdo mënyrë të mbyllte çështjen. Çdo përpjekje e Bambeskit për të kërkuar drejtësi përplasej me një mur mohimi dhe indiferencë, pikërisht nga ajo grua që duhet të ndante të njëjtën të dhimbje me të. I vendosur për të zbuluar të vërtetën, Bambeski ju drejtua 2 mjekëve në Toloz. Përgjigjja e tyre ishte e qartë. Ishte e paimagjinueshme që një vajzë 14 vjeçare e shëndetshme dhe plot jetë të vdiste papritur në gjumë. Punëson një avokat dhe nisi të ushtrojë presion mbi prokurorin gjerman, duke bërë të pamundurin që çështja të mos mbyllej. Falkëmbguljes së tij arriti të marrë lejem për të kryer analiza të mëtejshme. Mes shkurtit dhe marsit të vitit 1983, mjekët e Institutit të Mjekësisë Ligjore në Mëny analizuan një mostër nga trupi i Kalinkës. Rezultatet konfirmuan sërish ato që Bambeski dhe farmakologu Peter Schönhofer kishin thënë më parë. Injeksioni me hekur dhe kobalt i bërë nga Krombaç nuk kishte asnjë lidhje me nxjerrjen e lëkurës, ashtu siç ai kishte pretenduar. Përkundrazi, ishte një substancë rrezikshme që mund të shkaktonte një arrest kardiak. Dhe me shumë gjasa, ishte pikërisht kjo që kishte ndodhur. Por zbulimet nuk mbaronin këtu. Krombaç kishte deklaruar se i kishte bërë injeksionin rreth orës 5 ose 6 pasdite, por sipas mjekëve, Kalinka kishte vdekur pothuajse me një herë pas tij, e megjithatë vdekja e saj u raportua vetëm në orën 3 të mëngjesit. Pavarësisht këtyre fakteve, për prokurorin gjerman provat nuk ishin të mjaftueshme, hetimet u ndërpren dhe çështja u mbyll përfundimisht. Gjetër Krombaç nuk u hetua kurrë zyrtarisht, pavarësisht provave të forta kundër tij, por Bambeski nuk ishte ndërmend të dorëzohej. Ai kishte bërë një premtim vajzës së tij. Së bashku me avokatin, Bambeski bëri gjithçka për të rihapur çështjen. Solli prova, kërkoi hetime të reja, argumentoi me fakte se vdekja e Kalinkës nuk ishte as e rastësishme dhe as e pashpjegueshme. Kishte ekspertiza mjekësore që tregonin qartë se injeksioni i bërë nga Krombaç nuk ishte lidhje me nxjerrjen e lëkurës, por ishte një substancë rrezikshme që mund të shkaktonte arrest kardiak. Kishte gjithashtu paqartësi të mëdha në kohën e vdekjes, që tregonin se diçka nuk shkonte. Por pavarësisht gjithçkaje, çdo përpjekje për të rihapur çështjen u hodh poshtë. Çdo kërkesë u refuzua me të njëjtën arsye, mungesë provash. Nuk mjaftonin raportet mjekësore. Në vitin 1985, 3 vite gjysmë pas vdekjes së Kalinkës, autoritetet gjermane ju përgjigjën më në fund kërkesave të vazhdueshme të Bambeskit për të kryer një ekzaminim të ri mjekoligjor mbi organet gjinitale të së bijës. Autoritetet gjermane pretendonin se ato pjesë anatomike ishin kthyer në Francë së bashku me trupin e Kalinkës. Bambeski kërkoi dhe mori leje për të hapur varrin e vajzës së tij, por ajo që do të zbulonte ishte shumë e tmerrshme nga çdo gjë që kishte imagjinuar. Organet gjinitale të Kalinkës nuk ishin askund, ishin zhdukur. Dikush i kishte hequr dhe ato nuk ishin më kthyer kurrë me trupin e saj. Askush nuk e kishte dokumentuar këtë fakt. Ishin provat më të rëndësishme për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur vërtet me Kalinkën dhe tani nuk ekzistonin më. Është e pabesueshme se si një detaj kaq i rëndësishëm nuk u analizua. Heqja organeve gjinitale nuk është një praktikë e zakonshme në një autopsi standarde dhe shton një hije të rëndë dyshimi mbi këtë rast. Ishte një neglizhencë ekstreme apo një përpjekje qëllimshme për të fshehur diçka. Për Bambeskin, ky nuk ishte vetëm një veprim i tmerrshëm, por një provë që dikush po përpiqet të mbulonte të vërtetën. Dikush po bënte gjithçka për të zhdukur çdo gjurmë të mundshme që mund të provonte se çfarë kishte ndodhur vërtet.
Bambeski, duke parë që në Gjermani nuk ishte më asnjë rrugë, ai vendosi të ndjekë një tjetër strategji. Kalinka ishte shtetase franceze dhe kjo i jepte mundësinë autoriteteve franceze të hapnin një hetim të pavarur, edhe pse ngjarja kishte ndodhur në Gjermani. Nëse provat do të ishin të mjaftueshme, Franca mund të lëshonte një urdhër arresti ndërkombëtar për Krombaç. Pas zbulimit të rënditës të zhgjukjes së organeve gjinitale të Kalinkës, autoritetet franceze vendosën të hapnin hetime të reja. Duke hetuar të kaluar e djetër Krombaç, u zbuluan fakte shqetësuese. Një dëshmi e rëndësishme erdhi nga nëna e gruas së tij të parë, e cila tregoi se vajza e saj kishte vdekur në rrethana të dyshimta. Fillimisht ishte sëmurur papritur, duke humbur aftësinë për të folur, për të parë dhe për të lëvizur. Ditën kur ajo u sëmur rënd, Krombaç i kishte bërë një injeksion, duke thënë se do ta ndihmonte të ndihej më mirë. Pak orë më vonë, ndërroi jetë në moshën 24 vjeçare pas një hemorragjie cerebrale. Këto prova, së bashku me gjithë dokumentacionin mjekësor dhe juridik, ishin të mjaftueshme për të lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar ndaj djetër Krombaç, duke e dënuar me 15 vite burg. Pas dënimit të Krombaç, prokurori francez kërkoi nga autoritetet gjermane që të arrestonin dhe të ekstradonin në Francë për të vuajtur dënimin, por Gjermania refuzoi. Sipas ligjit gjerman, një person nuk mund të arrestohej për një dënim të dhënë në mungesë, domethënë pa qenë i pranishëm në gjykatë për të mbrojtur. Meqë Krombaç nuk ishte marrë pjesë në procesin gjyqësor, autoritetet gjermane e konsideruan vendimin të pavlefshëm dhe nuk pranuan ta ekstradonin. Në këtë mënyrë, ai mbeti një njeri i lirë, me një kusht të vetëm, të mos shkonte kurrë në Francë, sepse atje do të arrestohej menjëherë, dhe ai e dinte shumë mirë, prandaj nuk e kaloi kurrë kufirin. I mbrojtur nga ligjet e vendit të tij, vazhdoi jetën sikur mos kishte ndodhur asgjë. Vitet kalojnë dhe arrim në vitin 1997, kur emri Krombaç del sërish në skenë. Pas ditën e 11 shkurtit, një vajzë 16 vjeçare Laura Stel shkon në klinikën e tij në Lindau për një vizitë mjekësore. Atë ditë asistenti Krombaç mungon dhe ai ndodhet i vetëm në klinik. Gjatë vizitës i thot Laurës se procedura mund të jetë e pakëndshme dhe i sugjeron një anestezik intravenos për ta ndihmuar të relaksohet. Vajza pranon. Pak momente pas injeksionit, ajo humbet ndjenjat. Kur u zgjua, e gjeti veten në një situatë shqetësuese. Ishte e hutuar, e pafuqishme dhe e paaft të lëvizte. Nuk mund të mbrohesha në asnjë mënyrë. Isha e paralizuar nga anestezia. E shiha të mbi mua, por gjithçka ishte turbullt. Nuk mund të bëja asgjë për ta ndaluar. Këto ishin fjalët që Laura do t'u tregonte më pas autoriteteve. Krombaç, i bindur se ajo nuk do të fliste, e çoi në shtëpi, sikur mos të kishte ndodhur asgjë. Por ai gaboi. Sapo arriti të mblidhte veten, Laura i tregoi gjithçka prindërve të saj, të cilët e denoncuan menjëherë rastin në polici. 6 muaj më vonë, fal dëshmisë së detajuar të vajzës dhe analizave laboratorike, një gjykatës gjerman e shpalli Krombaç fajtor për dhunë ndaj një të miture. Si pasojë, ai humbi licencën mjekësore dhe u dënua me 2 vite burg, por vendimi përfundimtar ishte tronditës. Gjykatësi, duke marrë parasysh faktin që Krombaç nuk ishte precedent penal në Gjermani dhe duke cilësuar atë si një figurë të respektuar në komunitet, vendosi që dënimi me burg të pezullohej. Kjo do të thotë se ai nuk do të kalonte asnjë ditë pas hekurave. Megjithatë, revokimi i licencës mbeti në fuqi. Ai nuk mund të punonte më si mjek. Vendimi shkaktoi zemërim të madh. Jashtë gjykatës dhjeta njerëz u mblodhen për të protestuar. Mes tyre 6 gra gjetën guximin të flisnin dhe të tregonin historinë e tyre. Ato pohuan se edhe ato kishin pësuar abuzime nga Krombaç. Për vite të tëra kishin heshtur nga frika dhe turpi, të bindura se askush nuk do t'u besonte. Si mund të akuzoj një mjek i njohur, një njeri me lidhje të forta në shtresat e larta të shoqërisë gjermane? Por edhe këtë herë, drejtësia dështoi. Dëshmitë e tyre u hodhën poshtë për mungesë provash dhe Krombaç mbeti një njeri i lirë. Rasti tashmë ishte kthyer në një fenomen mediatik. Gazetarët filluan të hetonin mbi Krombaç, duke nxjerrë në dritë detaje nga jeta e tij. Në mes të këtij ekspozimi publik, disa gra me të cilat ai kishte tradhtuar gruan e tij, vendosin të thyenin heshtjen. Ato treguan se sa herë që Krombaç donte të kalonte kohë me to, i jepte gruas së tij Daniel ilaçe për ta droguar, duke e bërë të paaft për t'u ngritur. Kështu, ai mund të priste të ftuarit e tij, pa frikën se do të zbulohej. Por ndoshta detaji më i habitshëm për mua kishte të bënte pikërisht me Daniel, ish bashkëshorten e Andre Bambeskit. Pavarësisht se zbuloi të gjitha tradhtitë e burrit të saj, ajo refuzoi ta linte. Vazhdoi ta mbronte edhe kur emri i tij po bëi copa në media dhe çdo ditë dilnin në dritë fakte të reja kundër tij. Por në fund nuk ishte ajo që vendosi të largohej, ishte Krombaç, ai që mori vendimin për divorc. Krombaç pretendonte se Daniel ishte bërë shumë e vjetër për të dhe e la për një grua më të re. Pas ndarjes, Daniel vendosi të kthehej në Francë, në Toulouse.
Megjithatë, pavarësisht gjithçkaje që kishte dalë në dritë për Krombaç, tradhtit, akuzat, hetimet dhe provat kundër tij, ajo vazhdoi të besonte në pafajësinë e tij. Vitet kalojnë dhe megjithse Krombaç kishte humbur licencën, ai vazhdonte të gjejë mënyra për të punuar si mjek, por në vitin 2006, një ngjarje e papritur do të ekspozonte përsëri. Në qytetin e vogël të Rodentalit në Gjermani, një grua shkoi në klinikën e mjekët të saj për një kontroll rutinë. Atje mësoi se mjeku i saj ishte vetë vrarë disa muaj më parë, në shkurt të atij viti, dhe se po zëvendësonte një mjek tjetër. Kur e pa, pati një ndjenjësi të çuditshme. Fytyra e tij nuk i dukej e panjohur, nuk e kujtonte saktësisht nga ku, por ndjeu se e kishte parë diku më parë. Dhe kur ai filloi të fliste, diçka në sjelljen e tij e bëri edhe më të dyshimt. Kur u kthye në shtëpi atë mbrëmje, vendosi të kërkonte emrin e tij në internet, Dieter Krombaç, dhe aty, mes rezultateve gjeti një dokumentar gjerman për vdekjen e Kalinka Bambeskit dhe për dënimin e Krombaç për dhunë ndaj një të miture. E trënditur nuk humbi kohë dhe informoi menjëherë policinë e Rodentalit se Krombaç po punonte në atë klinikë. Ndërkohë, Krombaç ishte zhdukur. Nuk ishte një rastësi dhe as një parandjenje e tij, por një taktikë që ai kishte përdorur prej vitesh. Pasi kishte punuar ilegalisht si mjek në shumë spitale dhe klinika, ai e dinte se në momentin që dikush do të fillonte të bënte shumë pyetje, ishte më mirë të largohej para se të zbuloheshin gënjeshtrat e tij. Kështu sapo ndjeu se po ngjallte dyshime, u zhduk nga klinika pa lënë gjurmë. Zonja kërkoi në internet dhe gjeti kontaktin e Andre Bambeskit, duke i treguar gjithçka që kishte ndodhur. Bambeski, i cili prej vitesh përpiqej të gjente një mënyrë për ta çuar Krombaç para drejtësisë, i dha asaj një informacion të vlefshëm. Nga hetimet e tij personale, ai kishte zbuluar se Krombaç jetonte në një apartament të vogël brenda një shtëpie private në Scheidegg. Gruaja e përcolli këtë informacion tek policia, e cila arriti të lokalizonte dhe të arrestonte Krombaç për ushtrim të palishëm të profesionit të mjekut. Midis viteve 2001 dhe 2006, një hetim policor zbuloi se Krombaç kishte vazhduar të punonte fshehur azi si mjek, pavarësisht se ishte hequr licenca. Për vite me radhë, ai kishte punuar si mjek zëvendësues në 28 klinika dhe spitale të ndryshme në Gjermani, duke qëndruar disa javë ose muaj në secilën prej tyre. Për të fshehur të kaluarën e tij, paraqiste një fotokopje të licencës mjekësore, duke pretenduar se dokumenti origjinal i ishte vjedhur. Askush nga punëdhënësit apo pacientët nuk kishin verifikuar identitetin e tij deri në momentin kur u identifikua në Rodental. Në korrik të vitit 2007, Gjykata Rajonale e Coburgut e shpalli fajtor për ushtrim të palishëm të profesionit të mjekut dhe mashtrim, pasi kishte përfituar rreth 300.000 euro në mënyrë të palishme. Ajo dënua me 2 vite e 4 muaj burg. Megjithatë, me 3 qershor 2008 u lirua para kohe me kusht, duke kaluar vetëm 18 muaj pas hekurave. Çdo herë që duke se drejtësia më në fund do ta ndëshkonte, ai arrinte në një mënyrë ose në tjetrën të merrte një dëlim më të lehtë ose të shmangte plotësisht pasojat. Ishte pabesueshme se si ky njeri, pas kaq shumë skandaleve dhe akuzave, vazhdonte të gjente një mënyrë për të shpëtuar. Pasi u lirua, Krombaç u zhduk përsëri. Ishte një taktikë që përsëriste prej vitesh, që nga viti 97 ai kishte ndryshuar adresë të paktën 7 herë, duke u zhvendosur vazhdimisht për të shmangur çdo vëmendje. Në Gjermani askush nuk dishte lëvizjet e tij, askush përveç një njeriu, Andre Bambeski. Investigatori privat i Andre Bambeskit zbuloi se Krombaç kishte marrë një ofertë pune në Afrikën Lindore dhe së brenda pak kohësh do të shpërngulej atje. Nëse largohej, gjurmët e tij do të zhdukeshin dhe ta ndiqte do të bëj pothuajse e pamundur. Bambeski e kuptoi se koha po mbaronte. Nëse Krombaç do të largohej, ta gjente përsëri do të ishte pothuajse e pamundur. Ai do të zhdukej në një vend ku askush nuk do ta kërkonte dhe ku drejtësia franceze nuk do të arriste kurrë. Ky do të ishte fundi çdo shprese, fundi i betejës për Kalinkën. Situata ishte edhe më urgjente për një arsye akoma më të rëndë. Në vitin 2012, saktësisht 30 vite pas vdekjes së Kalinkës, do të skadonte afati i parashkrimit sipas ligjit francez. Kjo do të thoshte që edhe nëse Krombaç do të arrestohej pas kësaj date, ai nuk mund të dënohej më për krimin. Bambeski dinte mirë, ky ishte shansi i fundit. O vepronte tani, ose drejtësia për Kalinkën do të humbiste për gjithmonë. Por nuk ishte vetëm kaq. Pasi të skadonte afati i parashkrimit, Krombaç jo vetëm që do të ishte plotësisht i lirë, por madje do të kishte mundësinë të padiste Bambeskin. Kjo do të thonte, shpjegon Bambeski, që ai mund të më denonconte për gjithçka që kisha thënë dhe shkruar për të. Mund të më akuzonte për shpifje, për ta quartur përdhënues dhe vrasës të vajzës time. E dija që qeveria gjermane nuk do të bënte asgjë. Atëherë vendosa, duhet të bëja diçka vetë. Pas gjithë këtyre viteve beteje, atij nuk i kishte mbetur më asgjë. Gjykatat kishin refuzuar të vepronin. Çdo kërkesë ishte hedhur poshtë, çdo shpresë ishte shtyr përballë një muri të ftohtë indiferencë. Ai kishte luftuar për vite me radhë, pa u dorëzuar kurrë,
kishte besuar në drejtësi, kishte ndjekur çdo rrugë ligjore, kishte pritur, shpresuar, lutur, por askush nuk e kishte dëgjuar. Për 27 vite me radhë kishte jetuar me një dhimbje që nuk mund të përshkruhej. Çdo mëngjes dëgjohej duke ditur që njeriu që i kishte marrë vajzën ishte ende i lirë. Çdo natë mbyllte syt me bindjen se askush nuk do të bënte asgjë për ta ndaluar. Dhe tani, me afatin e parashkrimit që po afrohej, Krombaç do të ishte i lirë për gjithmonë. Ishte një padrejtësi e plot, një padrejtësi e papranueshme. Me 9 tetor, në qytetin e vogël të Bregenz, telefoni ra në dhomën e hotelit ku qëndronte Bambeski. Në anën tjetër të linjës, një burrë që u prezantua vetëm si Anton kishte një propozim. Të doja të takoja, është për Kalinkën, unë mund të të ndihmoj, i tha ai në anglisht. Të nesërmën pasdite u takuan në një park publik. Ishte një ditë me diell, burri quhej Anton Krasniqi, një kosovar rreth të 30-tave që jetonte në Austri. Nuk po bënte për para, nuk kërkoi asgjë në këmbimb. Ai thjesht donte të ndihmonte një njerëz që për vite të tëra kishte kërkuar drejtësi për vajzën e tij. Dhe këtë dua të ndalem për një moment, sepse si shqiptare më bën vërtet përshtypje që njeriu që vendosi të ndihmoj Bambeskin, në momentin më kritik të jetës së tij ishte pikërisht një kosovar. Në një botë ku shpesh shohim indiferencë dhe padrejtësi, ky detaj më prek vërtet shumë. Një njeri që nuk kishte asnjë lidhje me këtë histori, asnjë detyrim, por ishte thjesht një akt human dhe fisnik, dhe kjo më bën vërtet shumë krenare. Anton i propozoi Bambeskit një plan të guximshëm, ta rrëmbente Krombaç dhe ta çonte në Francë, aty ku më në fund do të përballej me drejtësinë. Për ta realizuar këtë plan, i duheshin 20.000 euro, që do të mbulonin shpenzimet e dy bashkëpunëtorëve dhe kostot e transportit. Bambeski hezitoi për një moment. Ishte një hap i madh, diçka jashtë çdo rrugë ligjore që kishte ndjekur deri tani. Por pas gjithë këtyre viteve përpjekjesh të kota, kishte mbetur vetëm një opsion dhe ai vendosi të pranonte. Antoni sugjeroi të kthehej në Francë dhe të priste një telefonat. Një javë më vonë, me 17 tetor, në orën 22, Anton dhe dy bashkëpunëtorët e tij ndaluan furgonin në anën tjetër të rrugës përballë apartamentit të Krombaç. Pritën në heshtje, derisa ai doli nga shtëpia. Sapo e pan të dilte vepruan me njëherë, e kapën, e futën me forcë në furgon dhe filluan ta godisnin brutalisht. Pastaj u nisën në udhëtimin drejt Francës. Pasi mbërritën në kufi, gjetën një zonë të qetë dhe lidhën Krombaç pas një shtylle militar. Misioni i tyre ishte përmbushur. Njeriu që kishte shmangur drejtësinë për dekada, tani ndodhej në territorin francez. Më pas telefoni Bambeskit ra. Në anën tjetër të linjës, ishte një grua që fliste frangjisht me një tekst të fortë gjerman. Me një ton të qetë për të vendosur, i tha, përgatitu të shkosh në Mulhouse. 5 orë më vonë, e njëjta grua e telefonoi përsëri. Krombaç është në Francë, është në Mulhouse. Bambeski nuk humbi as një sekond, mori telefonin dhe kontaktoi menjëherë autoritetet franceze duke u thënë: "Unë jam Andre Bambeski, kam pasur një vajzë Kalinka, e cila u përdhënua dhe u vra nga djetër Krombaç. Për të ka një urdhër arresti ndërkombëtar, shkoni ta merrni, ai është në Mulhouse." 20 minuta më vonë, në orën 4 të mëngjesit, telefoni ra sërish. Në linjë ishte një oficer policie. "E kemi gjetur", tha ai, "edhe është në gjendje shumë të keqe." Pas dekadash, duke shpëtuar drejtësisë, djetër Krombaç më në fund u arrestua. Menjëherë pasi Krombaç tregoi versionin e tij në polici, autoritetet franceze ndaluan Bambeskin dhe morën në pyetje për 2 ditë e 2 net. Megjithatë, në ato moment ai nuk u arrestua dhe nuk u dënua për asgjë. Për autoritetet franceze, çështja kryesore ishte Krombaç, i cili më në fund po përballej me drejtësinë. Policia u thirr në vendin e rrëmbinit në Shajdek nga një fqinj, i cili kishte vënë një palsyze të thyra, këpucë dhe gjurmë gjaku në rrugë. Pranë vendit të ngjarjes ata gjetën një faturë telefoni ku ishte shkruar emri i Anton Krasniqit. Pas këtyre provave, policia arrestoi edhe Anton Krasniqin, i cili më pas u dënua me 1 vit burg për rrëmbimin e djetër Krombaç, dënim që e kreu në Austri. Pas gati 30 vitesh luftë ligjore, protesta dhe manifestime, Andre Bambeski më në fund arriti drejtësinë që kërkonte. Me 22 tetor 2011, gjykata e Parisit dënoi djetër Krombaç, atëherë 76 vjeçar, me 15 vite burg për shkaktimin e vdekjes së Kalinka Bambeskit. Rruga drejt drejtësisë ishte mbushur me pengesa. Avokatët e Krombaç u përpoqën plot 7 herë të ndalonin procesin gjyqësor, por pa sukses. Djetër Krombaç gjithmonë ka deklaruar pafajësinë e tij. Ai ka këmbgulur deri në fund se nuk kishte asnjë përgjegjësi për vdekjen e Kalinkës, duke pohuar se ajo kishte humbur jetën si pasojë një problemi shëndetësor dhe jo për shkak të ndonjë ndërhyrje të tij mjekësore. Megjithatë, gjykata franceze nuk e besoi, duke vlerësuar se provat kundër tij ishin të pamohueshme. Disa vite më vonë, në vitin 2014, kur ishte tashmë 76 vjeç, Bambeski u arrestua dhe u dënua me 1 vit burg për organizimin e rrëmbimit të Krombaç.
Ishte ironike, një baba që kishte kaluar gjithë jetën duke luftuar për drejtësi, tani po dënoje për ato që sistemi nuk ishte arritur të bënte për dekada. Pavarësisht dënimit me 15 vite burg, Dieter Krombacher vuajti vetëm një pjesë të dënimit të tij. Në shkurt të vitit 2020, pas rreth 8 vite gjysmë burg, ai u lirua para kohe për arsye shëndetësore. U kthye në Gjermani, ku kaloi muajt e fundit të jetës në një qendër për të moshuarit. Vdiq me 12 shtator 2020 në moshën 85 vjeçare. Ditën e dënimit të Krombacher, Bambeski me zemrën e rënduar, por më në fund në paqe, shkoi te varri i Sobies Kalinka. Qëndroi në heshtje për kohë të gjatë, pastaj vendosi disa lule mbi lapidar dhe me zërin që i dridhe nga emocionet tha: "Ja dola bia ime, të premtrova drejtësi dhe mbajta fjalën, tani mund të pushosh në paqe." Nuk i interesonte që kishte humbur një vit të jetës së tij në burg, nuk i interesonte që kishte sakrifikuar gjithë jetën e tij, sepse në fund të fundit e gjithë ekzistenca e tij ishte përqendruar në një gjë të vetme, ta mbante premtimin që i kishte bërë Kalinkës. Dhe unë besoj se Andrej Bambeski është një hero, një njeri i jashtëzakonshëm dhe një baba i pabesueshëm, i cili sakrifikoi gjithçka për drejtsinë e Sobies. Ai nuk ja ktheu kurrë shpinën Kalinkës, nuk rreshti kurrë së kërkuari të vërtetën, as kur e gjithë bota i thonte të dorëzohej. Luftoi vetëm kundër heshtjes, kundër indiferencës, kundër padrejtisë dhe në fund ai fitoi. Kjo histori e jashtëzakonshme, kjo betejë e një babai për drejtësi, ka frymëzuar edhe filmin Në emër të vajzës time, i cili rrëfen me intensitet dhimbjen, këmbguljen dhe fitoren e Andrej Bambeskit. Këto ishin të gjitha informacionet që kisha për këtë rast, më tregoni nëse njihni dhe çfarë mendoni për të më poshtë në komente. Unë ju falenderoj që kaluat kohën tuaj me mua. Nëse ju pëlqeu kjo video, ju lutem bëni like dhe subscribe në kanalin tim. Ne shihemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, ju uroj gjithë të mirat dhe mirupafshim.